Mirë se erdhët në Iliri Vlog dhe siç po e shikoni, nxehti ka filluar dhe djerset po kullojnë, për shkak se jemi në verë dhe është normale. Por për të evituar temperaturat e larta të stinës së verës, ne vendosëm që këtë fundjavë ta kalojmë në plazh. Kemi ardhur përsëri në Qeparo, në një nga plazhet më të bukura të Shqipërisë, një nga plazhet më familjare që ka Bregdeti ynë. Dhe në fakt nuk do t'jetë një fundjavë në cilën thjesht do të qëndrojmë në plazh apo do të marrim ca rrezë dielli dhe do të rrim në hijen e çadrave. Por do të zbulojmë edhe shumë detaje për sa i përket të shkuarës së kësaj krahine, traditës, kulturës, por pse jo edhe mikpritjes shqiptare. Po pra! Këtë fundjavë vendosëm të japim një tjetër ngjyrë aventurës tonë në Qeparo. Jo vetëm det dhe diell, por një zhytje në traditat dhe historinë e këtij vendi që gjithmonë të surprizon me ngrohtësinë e tij. Ne qëndruam 2 net tek shtëpia e gjyshes, që të kuptohemi, gjyshja ime nuk është nga Qeparoi dhe nuk ka shtëpi në plazh, por kështu quhet struktura akomoduese që ndodhet në qendër të fshatit piktoresk. La Casa di Nonna, një shtëpi e bukur me obor të mbushur me lule shumë ngjyrshe, ku Krisa ishte vajza e cila vendosi që të kthehet në Qeparo pas shumë vitesh emigrim në Greqi dhe të kujdeset për akomodimin e çdo turisti të huaj dhe vendas. E vërteta është se shumë të rinj që kanë emigruar jashtë Shqipërisë po kthehen tashmë në vendin e tyre duke zhvilluar turizmin dhe pse jo duke sjellë me vete edhe përvojat që kanë marrë jashtë vendit. Kështu ndodhi edhe me Joanën, e cila jeton mes Holandës dhe Qeparoit. Çdo sezon veror ajo është aty, brenda kuzhinës së një restoranti që shërben pjata moderne, por edhe tradicionale. Mbas 8 vitesh, gjithmonë kisha një ëndër të bëja diçka time dhe thash që dua ta bëj në Qeparo, në vendin tim, që të bëj diçka të re, diçka të bukur, diçka që të zhvilloj dhe Qeparoi, por edhe biznesin. Kjo vajzë e re, por me një guxim të madh, ka sjellë në Qeparo restorantin e parë street food, duke ofruar mëngjese të ëmbla e të kripura, burgera, sanduiçe, por jo vetëm kaq. Ajo mundi të sjellë në Qeparo edhe një tjetër vajzë, e cila po ashtu quhet Joana. Pasioni dhe dëshira për të rritur së bashku i nxiti të sjellin në jetë këtë strukturë shërbimi buzdetit të Jonit, Gjo & Gjo. Erdha nga Greqia këtu, 7 vjet me parë. Për para 7 vjetësh, ke 7 vjetë që jeton në Shqipëri? Po. Interesant. Vetëm për sezoni. Në Drimiri jam në Athinë. Largohesh, vjen vetëm për sezon, vjen në Shqipëri. Në Qeparo gjithmonë ke qëndruar? Po. Një tjetër veçori për të vlerësuar është edhe mikpritja. Këtë e kam djerë që në herën e parë që kam shkelur në Qeparo 15 vjet më parë. Atë që e kemi. Për fat të mirë, mikpritja vazhdon të jetë një vlerë e shtuar për popullin shqiptar. Durimi është një tjetër i ri që zgjodhi të kthehet nga emigrimi në Greqi dhe të ofrojë turizëm në Qeparo. Aloas, një plazh i qetë dhe familjar me çadra komode që ngrihen përballë një restoranti të vogël me një specialitet të madh. Ai ka në fokus vetëm një qëllim, atë të shërbimit cilësor. Durimi ka një jetë të tërë që merret me turizëm, por interesantja e Durimit është se Durimi ka vendosur të kthehet dhe të punojë në Shqipëri, është viti i parë. Durim, faleminderit një herë që... Përshëndetje, të uroj mirëseardhjen që keni ardhur në restorantin tonë Beach Bar. Mirë se të gjeta. Unë desha me ditë, në fakt, jo vetëm unë, po edhe ndjekësit me siguri, pse ky vendim për të kthyer në Shqipëri dhe për të nisë një iniciativë në fushën e turizmit. Shiko, unë kam një kohë shumë gjatë që punoj me turizmin në vendin fqi, në Greqi, në Kalkidiki, për një periudhë 28 vjeçare, edhe kur e bëj në vendin e huaj, pse mos ta bëj në vendin tim? Edhe mendova këtu të kthehem me familjen time, edhe të japim vendin tonë. Natyra është shumë e bukur, ka male, ka plazhin e Virgjër, edhe të japim sa më shumë për vendin tonë. Ajo që më bëni përshtypje mua, të jemi sinqert, është se sa erdha këtu, vura re që
Ka dhe njerëz të tjerë, po përgjithsisht pronarët rrinë dhe shohin se sa xhiro bëhet. Kurse ti kapshe tabakan, i shërbeje klientëve, ishe në çdo çadër. Shiko, këtu është puna që të punosh vetë, edhe njerëzit mësojnë si është punu jashtë shtetit e japin dhe vendin tonë. Kjo është e gjitha. Edhe unë do të punoj vetë. Pastaj edhe të mësoj brezin e ri, që mund do vinë mbas hapet tona. Ky fshat nuk ka vetëm detin në restorantet, baret apo dhe hotelet luksoze, por ka edhe aktivitetet të tjera. Një xhiro me kanoe buz detit mund të jetë një nga eksperiencat më të bukura që mund të merrni me vete. E mos thoni pastaj që po erdhe të bësh plazh në Qeparo, përveç shazllonit edhe diellit s'ke asgjë tjetër. Jam me Nondën, një djalë i ri, nuk e di nga je, nga Qeparo je? Po, Vendali. Vendali. Sa vjet ke që merresh me sportin e kanoes? Rreth 6 vite. 6 vjet. Po. Sa kanoe ke? Faktikisht kanot i kanë agjësit të cilat ne punojmë me përqindje, po që na lejohet që t'i përdorim kur të ketë aktivitet. Si puna juaj. Është një sport që e kanë përqafuar shqiptarët po, apo preferohet vetëm nga shqiptar të huaj? Të huaj? Po, ke nga çdo cep i botës, madje edhe nga çdo rreth i Shqipërisë. Tani, çfarë njohurish duhet të ketë një person që të ushtrojë këtë sport? Të paktën të di not. Të di not, primarja. Po, të di not. Dhe nuk besoj se do ketë ndonjë njohuri se kanoja është shumë e thjeshtë. Ka vetëm një lopatë, të cilës mund t'i japësh një në të majtë, një në të djathtë, dhe nuk ka ndonjë gjë të vështirë. Tani, ne jemi një grup prej 8 vetash, më duket apo jo? Aq jemi, me gjithë të cilët nëse do ta zëm fiks me rregulloren, ju nuk duhet të largoheni prej 10 metrash. 10 metrash nga njëri tjetri, ose nga ty. Nga njëri tjetri po dhe nga mua, mundësisht jemi dhe rreth dhe para nuk është problem, po thjesht jeni afër meje. Tani unë po të besoj veten time, po edhe gjithë familjen. Shumë bukur. Dhe do ngeleni shumë të sigurt dhe të kënaqur. Nonda është guida jonë në këtë eksperiencë të bukur. Udhëzimet e tij e bëjnë më të sigurt itinerarin ton nga shëtitoria e Qeparojit deri në plazhin e parë të Borshit. Ktu ka vetëm një fjalë, Bregdet, që të fton të vish përsëri. Krisa, distanca me plazhin e Borshit nuk është fare e largët, por pse thonë që në Borsh ka më shumë dallgë dhe në Qeparoj jo? Është më i thellë deri. Në Borsh? Po. Edhe në Qeparoj vetëm pjesa këtu që kaluam, që andej nga ishin nga në Kalonës që themi, është më cekët. Kilometra bëm me kanoe. Po, dhe jemi në plazhin e Borshit, të cilin stisht të thash është 7 km vi bregdetare dhe 3 km fush. Ky është plazhi i ri që është hapur? Jo, plazhi ka qenë thjesht investimi. Si pa e kuptuar, perëndimi i diellit të fton në një mbrëmje të qetë dhe të freskët, buzdetit në nxurmën e dallgëve. E nesërmja kishte një tjetër natyrë, vizit në fshatin e vjetër të Qeparojit. Sipas gojdhënave, themelimi i tij daton që në periudhën e mesjetës. Gjatë periudhës osmane, fshati ishte një nga qendrat më të rëndësishme të Laborisë për rezistencë dhe kishte lidhje tregtare me portet përreth. Banorët e Qeparojit janë të njohur si njerëz punëtor dhe të shkolluar, duke kontribuar në diaspor, por edhe në ekonominë e zonës. Emigracioni gjatë shekullit të 20, sidomos drejt Greqisë, ndikoi shumë në shpopullimin e fshatit të vjetër, por duket se shpresa në këtë fshat sapo ka rilindur. Kristina është një tjetër vajzë e re që ka vendosur të investojë në turizëm, në pronën e të parëve të saj. Mirëmëngjes nga Qeparoji i vjetër dhe mirëmëngjes Kristina, faleminderit për mikpritjen dhe jam shumë i lumtur në fakt që të njihem me historinë e një nga vilat që ka dhe fshati Qeparo, që nga 1910 në mos gaboj, apo jo?
Faleminderit juve që erdhët, po Villa Porta është ndërtuar në vitin 1910, është restauruar vitet e fundit, është një shtëpi e gjyshëve të mi dhe ne kemi kthyer vitet e fundit në jetë për turistët. Duke qenë se unë jam rritur me gjyshrit, edhe kjo është shtëpia e gjyshëve të mi dhe thjesht kam dashur që ta risjell sërish në jetë. Aktualisht sa dhoma ka Porta? Atëherë Villa Porta ka akomodon 11 persona, ka 3 dhoma të ndara me banjë personale dhe një kuzhinë të përbashkët. Ambientet janë në përgjithësi të përbashkëta, mund të afrohet si vilë ose si dhomë. Ka të rinj në fshat, sepse ju jeni një ndër ata që jeni rikthyer. Mund të them që në Qeparor janë shumë persona të rinj që po rikthehen, mendoj është edhe kushtet që janë Dhe kjo krijuar është pozitive, tashmë. besoj. Është shumë pozitive sepse të gjithë po sjellin një frymë të re, duke munduar domethënë ta çojmë turizmin para në një këndvështrim ndryshe, duke marrë domethënë më të mirat e vendeve ku ne jetojmë, sepse dhe unë jetoj jashtë shtetit, edhe vi këtu vetëm gjatë sezonit veror. Këto rrugica me kaldrëm dhe shtëpitë prej guri janë dëshmia e asaj që ky vend ka ruajtur për shekuj. Edhe pse jeta ka ndryshuar, mikpritja vazhdon të jetë ende një vlerë që na bashkon. Qeparoi i vjetër të lë pa fjalë, me pamjen që të ofron drejt Jonit, gjirin e Porto Palermos dhe gjelbrimin që e rrethon. Në pranverë dhe verë, fshati mbulohet me lulet e egra dhe aroma bimësh mjekësore. Disa prej shtëpive janë restauruar dhe funksionojnë si bujtina ose guest house. Shumë turist preferojnë t'i vizitojnë, madje vinë edhe këtu, në Qeparorin e vjetër, për të përjetuar atmosferën autentike, për të bërë fotografi dhe për të shijuar qetësinë larg turizmit masiv. 2 ditë plot histori, aventura dhe mikpritje. Nëse doni të përjetoni një fundjavë ndryshe, Qeparoi është destinacioni që duhet ta vendosni në listën tuaj. Shumë pranë është edhe plazhi dhe kalaja e Lipashajt në Porto Palermo, por për këtë do t'ju flas në një tjetër video. Qëndruam te ky plazh publik thuajse deri në mbrëmje, u kënaqëm shumë. Përmes këtij vlogu modest, nuk zbulova Amerikën, por jemi një familje që zgjodhëm Qeparorin në fundjavë. Të qenit gazetar, më zgjoi zejen dhe ja vlen të hedhësh disa përshtypje për 2 ditë që erdhëm. Pam, pushuam, shijuam dhe u kthyem në Tiranë. Faleminderit që qëndruat me mua në këto pak minuta dhe nëse vërtet ju pëlqeu, mos harroni të bëni subscribe për video të tilla dhe eksperienca të ngjashme. Pres sugjerimet tuaja në komente për një tjetër destinacion.